Mjetet e amortizuara, mungesë logjistike përpastoj mungesë shërbimit qytetar. Ky është realiteti i repartisë zjarfikës në Lezhë, i cili nuk i përgjigjet kërkesave të kohës. Në këto kushte bëhet më e vështirë kryerja e operacioneve të ndryshme, për të cilat po vijohet tentativa me Ministrinë e Brendshme dhe organizma të ndryshëm me qëllim që ky institucion i rëndësishëm të mund të realizojë funksionin e tij në shërbim të qytetarëve. Shqetësimi është prezantuar nga shefi i Policisë së Mbrojtjes nga zjarri, Agustin Pepkolaj. Sipas tij, reparti i zjarfikësve duhet gjeneruar plotësisht, pasi mjetet në përdorim janë mjaft amortizuara. Logjistika jonë në cilën ne ta shikojmë është logjistikë tejet e amortizuar, logjistikë e cila vitet e prodhimit të makinave varojnë që nga viti 1983-84, pra vitet cilat nuk kanë atë funksionin për të u përgjigjur tamam kohërave të sotme. Makineritë që ne disponojmë janë me shkallë deri në 14 metra lartësi, gjë të cilën e bën të pamundur realizimin e shumë operacione të cilët kanë të bëjnë me pallatet. Kemi ndërtesa dhe pallate të cilat shkojnë deri në 15 kat, 20 kat. Fakti ka treguar se shumica e institucioneve shtetërore në Lezhë, përfshi çerdhe, kopshte dhe shkolla, nuk ka një kënd të mbrojtjes nga zjarri, duke i bërë ato të cënueshme në raste të vatrave të zjarrit.